mendoj që Po më shqipni nuk mendoj që është e thjeshtë, është ka të thjeshtë. Kusht ka qit me kry Je ke pas qenë o një anë Urat e dheo të tjërë shpina Imagjino një botë ku gjithçka që duket e qëndrueshme fillen të shembet brenda pak muajsh. Bankat, tregjet, punët, madje besimi dhe shpresa e njerëzve te e ardhmja. Një dekadë e tërë e quajtur Roaring Twenties, me luks, borgje dhe optimizëm të pakontrolluar, përfundon në një nga katastrofat ekonomike më të mëdha në histori, Great Depression. Në shqip, depresioni i madh. Nga Wall Streeti që dukej si kazino e pakufizuar, te bankat që zhdukeshin brenda natës, deri te familjet që prisnin në radhë për një tas supë, kjo nuk është thjesht histori ekonomike, është histori njerëzore. Është historia e asaj që ndodh kur sistemi del jashtë kontrollit dhe realiteti të troket në derë për të marrë mbrapsht çfarë i ke borxh. Në këtë episod do të zbërthejmë hap pas hapi se si filloi gjithçka, pse askush nuk e ndaloi në kohë dhe si pasojat e saj ende ndikojnë botën moderne sot. Nëse të pëlqen ky lloj rrëfimi i thjeshtuar historisë dhe ekonomisë, mos harro të bësh like, subscribe dhe ta shpërndash me miqtë e tu. Mund të kursej atyre një krizë financiare të ardhshme në mendje. Dhe nëse dëshiron të mbështesësh krijimin e përmbajtjeve të tilla, linket për donacione i gjen në përshkrimin e episodit. Çdo mbështetje vlen shumë dhe ndihmon që këto histori të vazhdojnë të tregohen. Le të fillojmë. Numri 1. Hangoveri i Roaring Twenties. Imagjino të zgjohesh pas një parti të çmendur studentor që ka zgjatur një dekadë të tërë, vetëm për të kuptuar se i ke çuar në maksimum të gjitha kartat e kreditit në bare dhe kafene dhe tani banakiri po të konfiskon këpucët. Kjo ishte Amerika në vitin 1929. Vitet 20 jo vetëm buqisnin, ato ullërinin si një konviktorët në orën 3 të mëngjesit. Njerëzit blinin makina, radio dhe frigorifer si kur i merrnin falas, si tapetet anorja tek e diela shqiptare. Ti merr një Benz, bli një tostier, ti merr borxh shkatrues. Bankat shpërndanin kredi si karamele kur vinin miq. Hipoteka, plane me koste, blerje me marzh, çfarë të doje, ata e financonin, edhe letër higjienike po doje. Njerëzit po blinin aksione me para të marra hua, ndonjëherë duke paguar vetëm 10% paraprakisht. Në thelb, mund të blije aksione me vlerë $1.000 për vetëm $100 dhe të luteshe që investimi yt të mos plaste më shpejt se pushka atij që thuhet, se si jemi racist. Ekonomia duke je ndritshme nga jashtë, por nën petkun shkëlqyes ishte e mbajtur me ngjitës letrash dhe vendime të këqija. Produktiviteti u rrit por pagat nuk e ndoqën të njëjtin ritëm. Fermerët po mbyteshin në borxhe, duke prodhuar më shumë se ç'kërkonte tregu, ndërsa industritë nxirrnin mallra më shpejt se sa njerëzit mund t'i blinin. Ishte një flusk. Ajo lloj fluske që e bën shampanjën argëtuese, por ta shkatërron portofolin dhe çdo gjë tjetër që varet prej tij. Mësimi. Nëse i gjithë sistemi yt financiar është ndërtuar mbi shpresën që budallënjtë e nesër do të paguajnë më shumë se budallënjtë e sotëm, urime, po drejton një skem piramidale me disa hapa shtesë. Paralajmërim. E ka dardha bishtin prapa. E marta e zez, tregu përplaset. Imagjino këtë. Është 29 tetor 1929. New York Stock Exchange duket më pak si një sallë tregtimi dhe më shumë si një kuvendi shqiptar kur debatohet buxheti vjetor. Brokerët ulërin, telefonat bien pa pushim dhe kursimet e tua të jetës sapo i mori lumi. Ajo ditë njihet si Black Tuesday. Mbi 16 milion aksione ndruan duar, por e vetmja gjë që ndryshonte duar më shpejt ishte paniku. Aksionet u rrëzuan, pasurit u avulluan, njerëzit që ishin të pasur të hënën, të prenten po lypnin për disa qindarka të martën. Kompanitë të tëra falimentuan brenda natës, sepse vlera e tyre nuk ishte ndërtuar mbi asgjë reale, vetëm mbi spekulim dhe para të marra hua. Do thuash ti, kujt i vete mendja për skema të tilla? Edhe këtë nuk e themi dot se na bie YouTube-i me ban. Pse ndodhi kjo, do thoni ju? Sepse të gjithë mendonin se tregu do të rritej përgjithmonë. Dhe normalisht që neve sot nuk na çudit fakti që nuk ishte e vërtet. Investitorët po merrnin huasi të çmendur, bankat ishin bashkëfajtore dhe qeveria në thelb po e shikonte situatën me një ngritje supesh. Ku di gjo nona juaj?
kur realiteti u shfaq, ishte sikur tregu u godit në fytyrë me një tigan, shlau. Pasojat? Bankat dështuan, bizneset u mbyllën, papunësia u rrit ndjeshëm dhe njerëzit humbën shtëpit. Shkalla e vetvrasjeve u rrit ndjeshëm. Familjet shisnin mobiljet vetëm për të bler buk. Ishte hangoveri financiar më i keq në histori dhe s'kishte lloje paracetamoli apo çaj mali që ta shëronte. Mësimi financiar këtu. Nëse të gjithë po bërtasin, këtë herë është ndryshe. Zakonisht nuk është. Kjo nuk është optimizëm, është iluzioni paketuar për popullon. 3. Dështimet bankare. Akti i zhdukjes së parave të tua. Ja një makth. Hy në bankën tënde lokale për të tërhequr kursimet. Dhe arkëtari të buzëqesh me mirësjellje dhe thot: "Pare doni zotëria juaj? Po doti që sikur s'janë gjë kundi, migo." Mirë se erdhe në botën e bankraneve. Në fillim të viteve 1930, bankat nuk ishin të siguruara. Kjo do të thoshte që nëse banka jote shembej, bashkë me to zhdukeshin edhe paratë tua. Fap, sot ke, nesër s'ke. Dhe bankat po shembeshin njëra pas tjetrës. Midis viteve 1930 dhe 1933, rreth 9.000 banka dështuan. E kam seriozisht për zotin, 9.000. Njerëzit rreshtoheshin jashtë degve, të deshpëruar për të tërhequr para në dorë, por bankat në fakt nuk I kishin ato para. I kishin dhënë hua, I kishin investuar në tregun e aksioneve, ose I kishin humbur në kredi të këqija. Ishte si një truk magjie që doli keq. Një moment, kursimet e jetës tënde ishin aty, në momentin tjetër, zhdukje. U përpin nga vrima e zezë e depresionit të madh. Frika u përhap si vaj në lakra. Edhe bankat e shëndetshme u shkatëruan, sepse paniku është ngjitës. Ky kaos solli krijimin e korporatës federale të sigurimit të depozitave në vitin 1933, që në thelb tha: "Mos e vrisni mendjen miq, nëse banka juaj gabon, I rregullon vllai." Çketi. Pa të, njerëzit ndoshta edhe sot do të mbanin para të fshehura në ndyshek, siç u thoshte gjyshja. Mësimi: mos I beso kur një sistemi financiar që shembet në momentin që kërkon paratë tua mbrapsht. 4. Papunësia. Kolapsi njerëzor. Para tashmë I mori lumi. Po çfarë vjen më pas? E gjete, puna. Deri në vitin 1933, papunësia në SBA arriti gati 25%. Kjo do thotë që 1 në 4 amerikan nuk kishte punë. Imagjino të ecësh në rrugë dhe çdo person I 4 që she është pa para, I uritur dhe në dëshpërim. Jo në stilin artisti varfër dhe cool, po në stilin mbijetesë ose asgjë. Pak a shumë si në kafenet shqiptare. Hi bukun, se për të ngrënë nuk të falim ne. Fabrikat u mbyllën, fermat u rënuan, ndërtimet u ndalën. Edhe ata që kishin punë, shpesh punonin më pak orë dhe me paga më të ulta. Disa familje mbijetonin duke shkëmbyer çfarë kishin mbetur, mobilje, bizhuteri, madje edhe rroba, vetëm për ushqim. Nuk ishte side hustle economy, ishte ju lutem se po më vdesin fëmijët. Dhe e harron ndihmat shtetërore, sigurimi I papunësisë nuk ekzistonte ende. Nëse u mbisje punën, ishe vetëm. Bamirësit dhe kuzhinat popullore përpiqeshin të mbanin situatën, por radhët zgjateshin blok pas bloku. Prindrit nuk hanin që të hanin fëmijët. Familjet humbisnin shtëpitë dhe ndërtonin kasulle në Hoovervilles, të emërtuara me ironi sipas Herbert Hoover. Mësimi, kur bizneset shemben, nuk janë vetëm miliarderët që humbin jahtet dhe makinat luksoze. Janë njerëzit e zakonshëm që humbin shtëpitë, ushqimin dhe dinjitetin. Kolapsi ekonomik nuk rrjedh nga dal poshtë, rrjedh shpejt, vetëm se në vend të pasurisë rrjedh vuajtja dhe pikëllimi. 5. Dështimi I madh I Hooverit. Le të flasim për udhëheqjen, ose mungesën e saj. Presidenti Hoover nuk ishte saktësisht I dashur apo I besuar gjatë krizës. Strategjia e tij mund të përmbledhej kështu: mos u shqetësoni, tregu do ta rregullojë vetveten. Doti që kjo nuk ndodhi? Herbert Hoover besonte në diçka që quhej individualizëm I fortë, rugged individualism. Përkthimi: nëse je I varfër, është faj yt, jo I ekonomisë. Patë nuk ka qenë, por jo 100% sakt. Kështu që në vend të ndihmës direkte për njerëzit, ai provoi gjëra si ngrirje vullnetare të pagave.
që askush nuk I respektoi, dhe I nxiti bizneset të bënin gjën e duhur. Po, të kërkosh nga korporatat të jenë të sjellshme gjatë një depresioni është si ti kërkosh një Edi Ramës të mos vjedhi. S'domant. Për të qenë të drejtë, Hoover provoi disa masa. Ai krijoi Reconstruction Finance Corporation në vitin 1932 për t'u dhënë hua bankave, hekurudhave dhe bizneseve. Por, e merr me mend, ndihma për bankat nuk I ndihmoi shumë familjet që po vdisnin nga uria në rravët për bukë. Njerëzit kishin nevojë për para në dorë, jo për premtime që prit ngel në ata lart. Zemrimi publik u rrit shpejt. Hoovervilles, ato kampe të improvizuara të pastrehëve, u shfaqën në të gjithë vendin. Protestuesit marshuan, veteranët kërkuan bonuset që u ishin premtuar. Reagimi I Hooverit? Firri ushtrim për të shpërndar protestat me gaz llotësiellës. Kjo ju duk njerëzve si ai komshiu kur të thotë të kesh shëndetin, kur ty po të dihet shtëpia. Mësimi. Në kohë krize, të pretendosh se gjithçka është në rregull vetëm sa I bën njerëzit të urrejnë më shumë, sidomos kur ata po han bar. 6. Katastrofa e Dust Bowl. Si kur rënimi financiar të mos mjaftonte, natyra vendosi të shtonte edhe një përsipër. Apokalipsi ekologjik I viteve 1930. Vite të tëra mbi shfrytëzimit të tokës, të kombinuara me thatësirë I kthyen fushat amerikane në një shkretëtir gjigante dëshpërimi. Stuhi masive pluhuri përfshin shtete si Kansas, Oklahoma dhe Texas, duke mbytur të mbjellat, duke vrar bagtin dhe duke varrosur shtëpit në nduna dheu. Fermerët, tashmë të zhytur në borgje, nuk kishin më asgjë. Familje të tëra u mblodhën dhe u nisën drejt perëndimit, duke shpresuar se Kalifornia do të ishte më e mirë. Surprizë nuk ishte. Ata u quajtën Okis, edhe nëse nuk ishin nga Oklahoma, dhe shpesh trajtoheshin si plera. Ironikisht, e vetmja gjë që kishin me bollëk. Stuhit e pluhurit nuk ishin thjesht të bezdishme, ato ishin vdekje prurse. Njerëzit sëmureshin nga pneumonia e pluhurit. Shkollat mbylleshin, baktia mbytej nga pluhuri. Në kulmin e saj, stuhit transportonin rreth 300 milion ton shtresë pjellore toke tutje brenda një viti të vetëm. Në thelb, toka pati një kolaps total. Dust Bowl nuk ishte shkaku I drejt për drejt I depresionit të madh, por e përkeqësoi gjithçka. Imagjino të humbësh punën dhe çdo ditë shtëpia jote të mbushet me rrër. Bravo, thaj. Tani e mbylle bukur. Mësimi. Të injorosh balancën mjedisore për fitim afat shkurtër, gjithmonë kthehet si goditje mbrapsht. Nuk mund të prodhosh pafundësisht gruar në tokë të raskapitur, njësoj siç nuk mund të mbash një treg aksionesh mbi entuziazëm të pafund. Në fund, realiteti fryn mbrapsht si veriu. Fjalë për fjalë. 7. Radhët për bukë dhe kuzhinat popullore. Ushqim në dëshpërim. Mbërrim në restorantin luksoz të epokës së depresionit. Një tas supe ftohtë dhe e hollë, plus një copë bukë pasi ke pritur 3 orë në radhë në dëbor. Kjo ishte jeta për miliona njerëz. Organizata bamirësie si American Red Cross dhe grupe private si The Salvation Army bën ç'të mundnin, por kërkesa ishte dërmuese. Nëse mendon se pritja në spital është e keqe, provo t'i shpjegosh fëmijës tënd pse je në radhë për bukë në vend që ti jesh në dyqan ushqimor. Familje që dikur kishin punë të qëndrueshme dhe shtëpi, tani mbijetonin nga ndihmat. Poshtërimi shoqëror ishte jashpër. Njerëz që dikur I përkisnin klasës së mesme, tani qëndronin në radhë për krah të pastrehëve. Kjo shkatrroi krenarin, dinjitetin dhe çdo ndjenjë stabiliteti. Madje edhe Al Capone, ndër të tjerë, hapi një nga kuzhinat më të famshme popullore në Chicago, duke shërbyer rreth 3000 vakte në ditë. Mendo për këtë, një njeri që fitoi pasurinë nga kontrabanda dhe krimi, përfundoi duke bërë më shumë për të uriturit se sa vetë qeveria. Kur mafiozi që ushqen të varfrit duket më mirë se presidenti, e kupton që gjërat kanë dalë nga binarët. Mësimi. Një shoqëri është po aq e qëndrueshme sa aftësia e saj për të ushqyer njerëzit. Kur bankat shemben dhe punët zhduken, nevoja më bazike njerëzore, ushqimi, kthehet papritur në luks. 8. Efekti domino global.
Ja thelbi, Great Depression nuk ishte vetëm një rrëmujë amerikane, ishte sikur dikush të kishte shpërthyer një bombë financiare dhe pasojat e saj u përhapën në të gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kishin huazuar shuma të mëdha parash Evropës pas luftës së parë, duke i ndihmuar të rindërtoheshin dhe të shlyenin borxhet. Por kur bankat amerikane u rrëzuan, huadhënia u ndal. Evropa u thye. Gjermania, tashmë e ngarkuar me dëmshpërblime masive nga Traktati i Versajës, u shemb në presion. Bizneset falimentuan, papunësia u rrit dhe kaosi politik krijoi terrenin për filanin me shoke, dini vetë juve për kë e kam fjalën. Në Britani, prodhimi industrial u rrëzua. Në Francë, prodhimi ra me 1/3. Në të gjithë Amerikën Latine, eksportet u shembën, duke shkatruar ekonomitë që vareshin nga kërkesa amerikane. Në thelb, nëse mendon se portofoli yt ishte zbuthur, provo të jesh një vend i tërë, ku linja e jetës thjesht u ndërpre. Tregtia ndërkombëtare ra me 2/3 brenda një pak viteve. Është si të porositesh pica çdo ditë dhe papritur të thonë, po, nuk ka më dërgesa. Pa çfat. Mësimi, ekonomitë globale janë të lidhura si njerëz të dehurit në valle. Kur bie njëri, të gjithë përplasen në tokë. 9. Franklin D. Roosevelt, The New Deal, zgjidhje të dëshpëruara. Deri në vitin 1933, amerikanët kishin mbaruar durimin me strategjinë të menduarit pozitivisht të Hooverit. Ata zgjodhën Rooseveltin, i cili solli New Dealin. Në thelbi një paket gjigante, ju lutem mos na lejoni të shembim demokracinë. Filani futi para shtetërore në ekonomi përmes programeve publike si Civilian Conservation Corps dhe Works Progress Administration. Këto u dhanë punë miliona njerëzve për ndërtimin e rrugëve, parqeve, digave dhe shkollave. Nuk ishte luks, por mbante njerëzit në punë dhe më e rëndësishmja, i mbante të ushqyer. Ai solli gjithashtu reforma për të stabilizuar bankat dhe tregun e aksioneve, sigurim depozitash, krijimin e sigurimeve shoqërore dhe rregulla për Wall Streetin që të mos luante bixhoz me pensionin e gjyshes tënde. Por nëse e ke dëgjuar episodin mbi krizën e vitit 2008, e di që njerëzit kanë memorje peshku. Roosevelti madje fliste në radio me fjalime të zgjarta, të famshme për të qetësuar njerëzit. Praktikisht podcast prezidencial i viteve 30. Ai zgjidhi gjithçka? Jo. Depresioni zgjati edhe për një dekadë tjetër, por ndali rënien e lirë, riktheu pak shpresë dhe tregoi se qeveria mund të bëjë diçka reale. Mësimi, të hedhësh para mbi problemin ndonjëherë funksionon, por vetëm nëse i hedh te njerëzit real, jo vetëm te bankat që po dështojnë. Dhe komunikimi ka rëndësi. Kur ania po fundoset, do një kapiten që të paktën flet me ty, të motivon, jo që vërtet secili për vete. 10. Perëndimi i egër i Wall Streetit dhe ardhja e një sherifi. Para krizës, Wall Street ishte praktikisht një kazino e parregulluar. Manipulimi i aksioneve ishte sport kombëtar. Tregtia e brendshme, insider trading, ishte pothuajse punë e përditshme dhe kompanitë mund të shisnin aksione në asgjë, që ta shiste mrizin e zanave si të ishte në S&P 500. Pump and dump? S'ka problem. Dormi të shpikni fitime të rreme në letër dhe t'i shisni si mundësi investimi? Urdhroni, hyni brenda. Ky kolaps zbuloi sa i çmendur ishte realisht sistemi. Këtu hyn në skenë Securities Act i vitit 33 dhe Securities Exchange Act i 34. Përkthimi, rregullat e reja që thonë, hey, ndoshta kompanitë nuk duhet të gënjejnë investitorët 24/7. Lindi gjithashtu Securities and Exchange Commission, SEC, e cila u krijua për të mbikëqyrë tregjet financiare si një kujdestar i zemëruar shkolle. Kjo ishte një përgjigje direkte ndaj kaosit financiar që shkatërroi miliona jetë. Imagjino të thonë që llogaria jote bankare u zhduk sepse një tip me kostum vuri bast me aksione si ata që vën Loto Interin. Po, njerëzit ishin ngopur me këtë absurditet. A eliminoi rregullimin lakminën? Sigurisht që jo, por e detyroi transparencën. I detyroi kompanitë të publikojnë raporte financiare reale dhe i dha një shuplak të vogël atyre që silleshin si shumë të fortë. Në thelb, e ktheu Wall Streetin nga një sherr gjimnazi në një sherr rrugësh me arbitër. Mësimi. Nëse sistemi yt financiar funksionon si perëndim i egër, mos u habit kur përfundon në një duel për jetën. Por nuk ishte vetëm paraja që u shembën edhe shpirtrat e njerëzve.
Depresioni krijoi një brez të tërë të formuar nga mungesa, frika dhe mbijetesa. Dasmat u bën më të vogla, do ishte tmerr për emigrantët shqiptar. Linçmëria ran djeshëm. Familjet jetonin të grumbulluara në shtëpi të mbushura me njerëz. Endacakët udhëtonin me trenat e malldrave në kërkim të punës, duke lënë simbole me shkumës jashtë shtëpive për të paralajmëruar të tjerët nëse familja ishte e mirë apo e ashpër. Argëtimi ishte një nga pak shpëtimet. Njerëzit mbushnin kinemat për bileta të lira. Hollywoodi prodhonte fantazi për të ikur nga realiteti, ndërsa jashtë njerëzit vuanin urinë. Radioja u bë zëri i kombit, me fjalimet e Franklin Roosevelt që jepnin qetësi dhe humoristës si Jack Benny që mbanin gjallë humorin. Por dëshpërimi ishte kudo. O vlla, a kena i 10 lekësh naj kothere buke? Mësimi, krizat financiare nuk shkatrojnë vetëm pasurinë, ato ndryshojnë kulturën, mendësinë dhe brezat. Trauma e paras është lloji PTSD-s që portofoljytja trashëgon fëmijëve të tu. E vërteta e ashpër. Depresioni nuk mbaroi vërtet nga politika të zgjuara apo stimuj ekonomik. Ajo u zbeh sepse filloi lufta më e madhe në historinë e njerëzimit, e dyta botërore. Industria u aktivizua në maksimum. Fabrikat u kthye në prodhim armësh, tankesh, avionësh dhe uniformash. Papunësia u zhduk, sepse qeveria po hidhte para në luftë sikur të mos kishte të nesërme. Miliona burra u regjistrua në ushtri, miliona gra hyn në punë dhe kërkesa shpërtheu. Ja pra, që pas ka lek kur duhet amerikanëve të prodhojnë armë. Ekonomia jo vetëm që morri veten, por shpërtheu. Deri në fund të luftës, SBA u bë një superfuqi industriale, vendi më i pasur në botë. Nuk është një përfundim fort ngushëllues, por tregon si shpenzimet masive të qeverisë, madje edhe për luftë, mund ta nxjerrë një ekonomi nga varri. Hija i gjatë. Edhe pasi ekonomia u rikthye në rritje, depresioni i madh e ndoqi Amerikën për dekada të tëra. Të mbijetuarit jetuan me një kursim ekstrem, grumbullonin ushqim, ruanin çdo mbetje dhe nuk i besonin më institucioneve financiare. Kjo periudhë formosoi politikën, ekonominë dhe kulturën e vendit. Ajo krijoi bazat e shtetit modern të mirëqenies dhe njëkohësisht i bëri amerikanët të dyshojnë si ndaj kapitalizmit të pakontrolluar, ashtu edhe ndaj qeverisë së pakontrolluar. Plagët e saj janë ende të dukshme sot. Sa herë që tregjet lëkunden, njerëzit përshpëritin për depresionin e madh të radhës. Dhe çdo brez që nga ajo kohë ka mbajtur atë hije në sfond, një kujtesë se sa e brisht është mirëqenia. Mund të rikuperosh parat, mund të rindërtosh ekonomitë, por besimi, siguria dhe vetbesimi kolektiv, ato kërkojnë breza për të shëruar. Në thelb, depresioni tregoi se kur lakmia bën fest dhe paniku thret policin, ekonomia përfundon në burg. Abonohu para se portofoli yt ta mësoj historinë në mënyrën e vështirë dhe lini donacione para se të na kapi ne depresioni vogël. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.